Parashikimi i javës 23 deri në 29 mars. Energjitë, vendimet dhe sinjalet që mund të ndikojnë 12 shenjat. Ka javë që kalojnë qetë dhe ka javë që hapin kapituj të rinj. Periudha nga 23 deri në 29 mars sjell një energji interesante për shumë shenja të zodiakut. Disa mund të ndjejnë nevojën për të marrë vendime të rëndësishme, ndërsa të tjerët mund të përballen me situata që kërkojnë reflektim dhe qartësi. Astrologjia tregon se kjo javë mund të sjellë momente ku intuita dhe qetësia mendore do të jenë shumë të rëndësishme. Ndonjëherë universi nuk dërgon ndryshime të mëdha menjëherë, por sinjale të vogla që gradualisht na tregojnë drejtimin e duhur. Le të shohim se çfarë mund të sjellë kjo javë për secilën shenjë të zodiakut. Dashi. Kjo javë mund të vendosë përpara disa situatave që kërkojnë vendosmëri dhe qartësi në mënyrën se si reagojnë ndaj sfidave. Në punë mund të shfaqet një mundësi që kërkon iniciativë dhe guxim për të bërë një hap përpara. Mos e nënvlerëso një ide që të vjen papritur gjatë mesit të javës, sepse mund të ketë potencial për zhvillim më të madh në të ardhmen. Financat kërkojnë pak më shumë disiplinë dhe planifikim. Në jetën personale, një bisedë e sinqertë mund të ndryshojë mënyrën si e sheh një marrëdhënie. Fundjava sjell reflektim dhe mundësi për të kuptuar më mirë drejtimin që dëshiron të ndjekësh në disa çështje personale. Demi. Energjia e kësaj jave është më e qetë, por shumë reflektuese për ty mund të kuptosh disa gjëra që më parë nuk i kishe parë qartë. Në punë, një diskutim ose një ide e re mund të hapë një perspektivë interesante për të ardhmen. Mos nxito në vendime të rëndësishme gjatë fillimit të javës. Financat kërkojnë pak më shumë kujdes në organizim dhe shpenzime. Në jetën personale, kjo javë të fton të jesh më i sinqert me veten për disa ndjenja që mund t'i kesh shtyrë për më vonë. Fundjava mund të sjellë një moment qartësie që të ndihmon të kuptosh më mirë prioritetet e tua. Binjakët. Kjo javë mund të sjellë shumë lëvizje në aspektin e komunikimit dhe informacionit. Një mesazh ose një bisedë e papritur mund të bëjë të reflektosh për një situatë aktuale. Në punë, fleksibiliteti do të jetë shumë i rëndësishëm sepse disa plane mund të ndryshojnë papritur. Mos e shiko këtë si pengesë, sepse mund të hapë një mundësi të re. Financat kërkojnë organizim më të mirë dhe kujdes në vendime të shpejta. Në jetën personale, një bisedë e sinqertë mund të përmirësojë një marrëdhënie. Fundjava sjell energji më të lehtë dhe mundësi për të kaluar kohë me njerëz që të japin motivim. Gaforia. Kjo javë mund të bëjë të reflektosh më shumë për disa situata emocionale që kërkojnë qartësi dhe ekuilibër. Në punë, përpjekjet e tua mund të fillojnë të japin rezultate dhe dikush mund të vlerësojë seriozitetin që tregon. Financat kërkojnë pak më shumë kujdes, sidomos në vendime të nxituara. Në jetën personale, kjo është një periudhë e mirë për të dëgjuar më shumë intuitën. Një bisedë me një person të afërt mund të të ndihmojë të kuptosh më mirë një situatë që të ka shqetësuar kohët e fundit. Fundjava sjell qetësi dhe mundësi për reflektim të thellë. Luani. Energjia e kësaj jave mund të vendosë në një rol më aktiv në disa situata profesionale. Në punë mund të shfaqet një mundësi për të treguar aftësitë dhe për të marrë një përgjegjësi të re. Mos hezito të ndash idetë që ke, sepse dikush mund të vlerësojë mënyrën si mendon. Financat kërkojnë pak maturi në vendime të rëndësishme. Në jetën personale, kjo javë mund të sjellë një moment ku një bisedë e hapur ndryshon atmosferën në një marrëdhënie. Fundjava mund të sjellë një ndjenjë motivimi dhe dëshirë për të bërë plane të reja. Virgjëresha. Organizimi dhe qartësia janë tema kryesore për ty gjatë kësaj jave. Disa detaje që të tjerët mund t'i kenë anashkaluar mund të dalin në pa dhe të tregojnë vlerën e përqendrimit tënd. Në punë, kjo mund të jetë një periudhë ku përpjekjet e tua vërehen nga persona me ndikim. Financat kërkojnë planifikim dhe disiplinë.
Në jetën personale, mund të ndjesh nevojën të vendosësh kufi më të qartë në disa marrëdhënie. Fundjava sjell një ndjenjë stabiliteti dhe mundësi për të marrë vendime më të qarta për disa plane personale. Peshorja. Kjo javë mund të kërkojë më shumë diplomaci dhe ekuilibër në marrëdhënie. Në punë, bashkëpunimi me të tjerët mund të sjellë rezultate më të mira se sa veprimi individual. Një ide që lind nga një diskutim mund të ketë potencial për zhvillim. Financat janë relativisht të qëndrueshme, por është mirë të shmangësh vendimet impulsive. Në jetën personale, kjo javë mund të sjellë një moment ku një marrëdhënie kërkon më shumë qartësi. Një gjest i vogël ose një bisedë e sinqertë mund të ndryshojë shumë gjëra. Fundjava sjell harmoni dhe një ndjenjë më të fortë qetësie. Akrepi. Energjia e kësaj jave mund të jetë më intensive emocionalisht për ty. Kjo nuk është domosdoshmërisht negative, sepse mund të të ndihmojë të kuptosh më mirë disa situata. Në punë, një mundësi ose ide e re mund të shfaqet papritur dhe të kërkojë vendim të shpejtë. Financat kërkojnë pak më shumë kontroll në shpenzime. Në jetën personale, një bisedë e thellë me dikë të afërt mund të sjellë qartësi dhe afrimi. Kjo javë mund të të ndihmojë të shohësh disa gjëra nga një perspektivë më e qartë. Fundjava sjell reflektim dhe mundësi për vendime të rëndësishme. Shigjetari. Kjo javë lidhet me perspektivën dhe planet për të ardhmen. Mund të fillosh të mendosh për një hap të ri në një projekt ose në një drejtim personal. Në punë, iniciativa dhe guximi mund të hapin një mundësi interesante. Financat kërkojnë disiplinë dhe organizim më të mirë. Në jetën personale, një aktivitet i ri ose një takim i papritur mund të sjellë energji pozitive. Mos e nënvlerëso një ide që lind gjatë mesit të javës. Fundjava mund të sjellë një ndjenjë optimizmi dhe dëshirë për të bërë plane të reja që mund të ndikojnë në të ardhmen. Britsjapi. Kjo javë mund të kërkojë më shumë përqendrim në përgjegjësi dhe plane afatgjata. Në punë, përpjekjet e tua mund të fillojnë të japin rezultate dhe dikush mund të vërejë seriozitetin që tregon. Financat kërkojnë planifikim të kujdesshëm, sidomos në vendime të mëdha. Në jetën personale, kjo është një periudhë e mirë për reflektim dhe për të kuptuar se cilat gjëra janë vërtet të rëndësishme për ty. Një bisedë me një person të afërt mund të të ndihmojë të shohësh një situatë nga një perspektivë tjetër. Fundjava sjell stabilitet dhe një ndjenjë qartësie për disa vendime të rëndësishme. Ujori. Energjia e kësaj jave të shtyn të mendosh ndryshe dhe të shohësh mundësi atje ku të tjerët shohin pengesa. Në punë, një ide kreative mund të të vendosë në një pozicion interesant dhe të të jap mundësinë të tregosh aftësitë e tua. Financat janë relativisht të qëndrueshme, por duhet të shmangësh vendimet impulsive. Në jetën personale, mund të ndjesh nevojën të ndryshosh rutinën dhe të provosh diçka të re. Kjo javë mund të sjellë frymëzim dhe ide të reja që ndikojnë në planet e tua. Fundjava sjell energji pozitive dhe mundësi për të reflektuar mbi drejtimin që dëshiron. Peshqit. Kjo javë mund të jetë një periudhë reflektimi për ty. Mund të ndjesh nevojën të kuptosh më mirë disa situata që kanë mbetur pezull. Në punë, një situatë që dukej e paqartë mund të fillojë të marrë drejtim më të qartë. Financat kërkojnë kujdes dhe planifikim më të mirë. Në jetën personale, kjo është një javë ku ndjenjat mund të të ndihmojnë të kuptosh cilat marrëdhënie të japin energji pozitive. Mos e injoro intuitën tënde, sepse mund të të udhëzojë drejt vendimeve më të mira. Fundjava sjell qetësi dhe një ndjenjë më të fortë qartësie për të ardhmen. Nëse kjo video të ndihmoi ose mendon se mesazhi lidhet me ty, mos haro ta mbështesësh videon duke vendosur një like. Shkruaj në koment fjalën java nëse mendon se kjo periudhë mund të sjellë një ndryshim për ty. Nëse dëshiron të marrësh çdo ditë parashikime dhe mesazhe astrologjike, bëj edhe subscribe në kanalin Zëri i Universit dhe aktivizo njoftimet. Gjithashtu, mund ta shpërndash këtë video me dikë që mund të ketë nevojë ta dëgjojë këtë mesazh.